Kryeministri ka dërguar në gjykatën kushtetuese masën e vendosur nga gjykata e posaçme për zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Rama tha se vendimi për pezullimin nga detyrat cënoi pavarësinë e ekzekutivit, por do të zbatohet. U mbajt në Tiranë samiti i liderëve të Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian. Kryeministri Rama tha se vendet e rajonit nuk kërkojnë lëmosh, pasi po zbatojnë reformat, ndërsa komisioneri i zgjerimit tha se BE është shtëpia juaj. Partia Demokratike sulmoi sot komisioneren për zgjerimin Martakos pas deklaratës së saj se zgjedhjet ishin të lira e të ndershme. Gazmend Bardhi tha se ajo u bë zëvendëse e një qeverie të korruptuar dhe të lidhur me krimin. Moti i keq vijon shkaktoi probleme nga averiu në jug të vendit, duke përmbytur shtëpi e qindra hektar toka bujësore. Pas 48 orë punë në Lezhë mbyllet argjinatura e qartë në Kunevain. Aleksandar Vučić akuzohet se gjatë luftës së Bosnjës ka qenë i pranishëm në vrasjen e civilëve nga turistë huaj që argëtoheshin me gjuajtje me snajper, por presidenti serb i hodhi poshtë akuzat duke paralajmëruar padi ndaj mediave ndërkombëtare. Trajneri Silvinho thotë se skuadra polake me të cilën do të përballemi në play-offin e botrorit ka ndryshuar shumë dhe se sfida do jetë e vështirë. Ndërkohë mediat polake flasin për një short ëndrash, pasi goglat i vendosën përballë Shqipërinë. Dhuroi spektakël dhe emocione të shumta edhe nata 2 gjysmëfinale e festivalit Kënga Magjike, teksa në skenë u ngjitën 24 artistë të kategorisë Big dhe New. Nesër mbahet nata finale, e cila do të transmetohet këtu në televizionin Klan. Zonja dhe zotërim mbrëma, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Në këto momente ne po nisim edicionin e fundit të lajmeve. Qeveria ka dërguar në gjykatën kushtetuese masën e vendosur nga gjykata e posaçme ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Kryeministri Edi Rama tha se vendimi për pezullimin nga detyra ka cënuar pavarësinë e ekzekutivit, por tha ai do të zbatohet. Kryeministri Edi Rama i është drejtuar gjykatës kushtetuese për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kompetencës së krijuar ndërmjet tij dhe Këshillit të Ministrave, nga njëra anë dhe gjykatës së posaçme, nga ana tjetër, lidhur me pezullimin e ushtrimit të detyrës së zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës Belinda Balluku. Kërkesa mbërriti pas ditën e së premtes në gjykatë, e cila pasi regjistroi atë, përcaktoi gjyqtarin Sandor Beci si relator të çështjes dhe fillimisht do t'i nënshtrohet një shqyrtimi paraprak. Krahas zgjidhjes së mosmarrëveshjes së kompetencës, kreu i qeverisë kërkon gjithashtu pezullimin e efekteve të vendimit të gjykatës dhe shfuqizimin e pjesës së masës ndaluese të pezullimit të ushtrimit të detyrës nga Balluku, si një akt që cënon garantinë e imunitetit të antarit të Këshillit të Ministrave, parimin e ndarjes së pushteteve dhe kompetencat e organeve që kushtetuta ka caktuar si autoritete, që propozojnë, emërojnë dhe miratojnë ministrat në detyrë. Ishte vetë kreu qeverisë ai që lajmëroi në konferencë me komisioneren e zgjerimit Martakos se nga trupa e kushtetueses kërkon të përgjigjet nëse kjo masë është ndërhyrje një pushteti tek një tjetër pushtet i pavarur si ekzekutivi. Gjykata kushtetuese do duhet të na thotë se cili është qëndrimi i saj bazuar mbi Kushtetunë e Republikës së Shqipërisë. Vendimin e gjykatës së posaçme e quajti të paprecedent, por tha se qeveria do ta respektojë, duke mos bërë asnjë veprim politik kundër drejtësisë së pavarur, por duke kërkuar që vetëdrejtësia të flasë për këtë rast unikal. Akt brutal ndërhyrje në pavarësinë e pushtetit ekzekutiv. Nuk mund të përgjigjemi një arbitrariteti të këtyre përmasave me asnjë lloj arbitrariteti. Do ta respektojmë pa kushte vendimin e pezullimit të ministres. Në pritje të vendimit të gjykatës kushtetuese, Rama qartësoi se nuk do të ketë asnjë zëvendësim të Ballukut në dy postet që mban në qeveri. Pra nuk jemi në kushtet kur duke ndërhyrë me forcë në pavarësinë e ekzekutivit mund të diktohet ndonjë lëvizje e qeverisë. Për periudhën që flasim, qeveria e Shqipërisë nuk ka zëvendës kryeministër dhe nuk ka një ministër të infrastrukturës dhe energjisë që funksionon. Për rast
rastin konkret u pyet edhe komisionerja Kos, por tha se nuk do të bënte komente dhe foli në përgjithësi për reformën e suksesshme në drejtësi që ka bërë Shqipëria. Sigurisht që raste të tilla ndodhin gjithandej, por e rëndësishme është që ne të ndjekim vendimet e gjykatës dhe ajo që kam dëgjuar nga kryeministri që do të ndodhë në fakt. Por Rama zgjodhi t'i vër pikën fjalisë të komisioneres dhe duke kujtuar se në BE, sipas tij, nuk është standard evropian që një ministre të pezullohet nga funksionet dhe një kryebashkiak në detyrë të mbahet në paraburgim. Është unike në historinë e Evropës kjo. Njerëzit të pezullohen nga funksionet, duke qenë të zgjedhur, kryetarët e bashkisë të merren nga zyra dhe të çohen në burg dhe të mbahen në paraburgim. Kultura e gjyqeve popullore për të dhënë dënime bazuar mbi sekrete hetimore të nxjerra nga vetë prokurorët është një kulturë që duhet ta luftojmë të gjithë, do vazhdojmë të jemi garantë për rezolucion me çdo çmim, edhe kur çmimi është i atill që të vjen të mos ndalesh duke thënë se çfarë të shkon nëpër mend. U mbajt sot në Tiranë samiti i liderëve të Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian. Tirana u bë pritse një tjetër organizim i të rëndësishëm për Ballkanin Perëndimor. Samiti i planit të rritjes nga ABE mblodhi në kryeqytetin shqiptar komisioneren për zgjerim Marta Kos, si dhe kryeministrat e Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Bosnjë-Hercegovinës, Serbisë dhe Malit të Zi. We are not late, we are just on time. Në nisje të samitit, komisionerja Marta Kos foli për rëndësinë e këtij procesi në rritjen ekonomike të vendeve të Ballkanit. Jemi 2 vite nga krijimi i këtij plani dhe do bëjmë një vlerësim të ecurisë së tij. Sa u përket fondeve, jemi ende në 90% të shumës totale. Kemi dhënë 400 milion euro nga një paketë prej 6 miliardë euro që janë lënë më një anë për rajonin. KOE dëshiron që plani i rritjes të jetë i suksesshëm. Por sipas saj, jo të gjitha vendet kanë ecur në sinkron sa i përket realizimit të reformave. Objektivi ynë është ju të ecni në sinkron. Kemi mungesë ecurie në integrimin ekonomik rajonal. Një treg i përbashkët plotësisht funksional do të rriste ekonomitë tuaja me 10%, por në disa vende kemi parë mungesë progresi. Sipas kryeministrit Edi Rama, nuk mund të ketë Europë me një Ballkan të dobët, prandaj antarësimin e shesi një domosdoshmëri. Ne nuk po lutemi për të hyrë në Bashkimin Evropian, nuk po kërkojmë lëmosh, po provojmë çdo ditë se jemi gjithnjë e më gati. Ne thjesht nuk po flasim, po japim rezultate konkrete. 2 panelet për reformat dhe përmbushjen e angazhimeve të përbashkëta u realizuan me dyert të mbyllura. Në fund të diskutimeve, komisionera Kos dhe kryeministri Rama zhvilluan një konferencë të përbashkët, ku folën për marrëveshjet konkrete të arritura me Bashkimin Evropian. Roamingu që me marrëveshjen e re do të përfshihet edhe për qytetarët tanë në regjimin e Bashkimit Evropian. Ndërlidhja me korridoret europiane vazhdon të mbetet prioritet. Identiteti digital, të cilin ne kemi gratis që kemi prezantuar dhe do të afusim në jetën reale në fillim të vitit të ardhshëm. Diskutuam se si mund të tërheqim më shumë investues të huaj me instrumentet tona. Shqipëria dhe Mali i Zi janë vende pararoj për t'u antarësuar në BE. Komisionerja u pyet për zgjedhjet e 11 majit, ku deklaroi se kanë qenë të lira. Zgjedhjet kanë qenë të lira dhe të ndershme. Është gjithmonë mirë kur marrim sugjerime për përmirësime, dhe kjo është gjë e mirë për Shqipërinë dhe për BE-n. Ky summit vjen pak ditë pasi Shqipëria hapi grup kapitullin e fundit të negociatave me BE-n. Qeveria ka shprehur ambicien për antarësimin brenda vitit 2030, ndërkohë që për Unionin, ky objektiv është i realizueshëm, duke marrë parasysh ecurinë e vendit. Ndërkohë, Partia Demokratike ka sulmuar sot komisioneren për zgjerimin të Bashkimit Evropian Marta Kos pas deklaratës së saj se zgjedhjet këtu në Shqipëri ishin të lira dhe të ndershme. Me tonet e ashpra Gazmend Bardhi sulmoi nga Selia Blu komisioneren Marta Kos. Shkaku bë deklarata e saj në Tiranë, që i cilësoi zgjedhjet e 11 majit të lira e të ndershme. Me qëndrimin e saj sot, tërësisht të pavërtet në raport me zgjedhjet, komisionerja e zgjerimit u bë zëdhënëse e një qeverie të korruptuar, të lidhur ngushësisht me kartelet e drogës. Komisioneren e BE-s për zgjerimin e sfidoi edhe për rastin Balluku. Nëse zonja Kos dhe çdo zyrtar tjetër
i Bashkimit Evropian na gjen një rast të ngjashëm si ky, po do të pranonim që dhe në Europë ka raste të tilla. Vetëm pak minuta pasi Kryeministria e dërgoi në kushtetuese vendimin e GKK-s, që pezulloi nga detyra numrin 2 të qeverisë. Bardhi tha se Belinda Balluku duhet të shkarkohet. Del si avokati Belinda Ballukut dhe sulmon gjyqtar dhe prokuror duke shpallur vetëm mbi ligjin. Ajo që sot bëri Edi Rama në fakt është mesazhi i tij që të shpallet i pavarur, kështu tha, është ndërhyrje brutale e gjyqësorit në pushtetin ekzekutiv, pra i bie që Edi Rama mendon që pushteti ekzekutiv është i pavarur nga detyrimi për të zbatuar ligjin. Përmes një postimi në rrjetet sociale dhe kreu i demokratëve reagoi duke thënë se Rama i ka nxjerrë dhëmbët drejtësisë, pasi po ndjen rrezikun lidhur me aferat ku sipas tij është i përfshirë ai dhe Balluku. Nga São Paulo në Brazil, ku po merr pjesë në asamblenë e përgjithshme të CDI-s, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama si mentor të narkoshtetit. Akuzat në adresë të atij që e cilëson narkoregjim të Edi Ramës, Sali Berisha i vijoi edhe nga Asambleja e Përgjithshme e CDI-s që zhvillon punimet në Brazil. Përpara anëtarëve të këtij forumi, në vëmendje solli një deklaratë të Ramës të bërë në prill të vitit 2024, ku i kërkonte asokohe homologut të tij spanjoll Pedro Sánchez të mos jepte dorëheqjen, teksa bashkëshortja e tij përballej me një hetim gjyqësor për korrupsion. Njeriu i parë në Europë që i kërkoi Pedro Sánchezit të mos jap dorëheqjen ishte Edi Rama i Tiranës. Të lutem Pedro mos u dorëzo. Kjo është një aleancë korrupsioni dhe në fakt kur i kërkoi Pedro Sánchezit të mos jap dorëheqjen, ai e dinte shumë mirë që vetë ishte i përfshirë në korrupsione të mëdha dhe të jashtëzakonshme. Për kreun e demokratëve, kjo aleancë e korrupsionit është kthyer në një kërcënim serioz për demokracinë e vendit. Por kjo aleancë është gjithashtu shumë problematike sepse censuron, ndikon dhe i shkakton shumë dëm vendeve tona dhe demokracisë sonë. CDI është organizata e parë ndërkombëtare ndërpartiake që miratoi një rezolutë në të cilën denoncohej gjendja në Shqipëri. Pjesëmarrja e kreut të demokratëve në këtë organizëm vjen në kuadër të sensibilizimit të komunitetit ndërkombëtar lidhur me zhvillimet në Shqipëri. Kryeministri Edi Rama është kthyer edhe një herë debatit në distancë me sekretaren e brendshme të Britanisë lidhur me emigrantët shqiptar. Kryeministri Edi Rama e ka vijuar edhe këtë të premte debatin në distancë me sekretaren e brendshme britanike. Sipas Edi Ramës, po shënjestrohet një komunitet si 700 familjet shqiptare që kërkojnë të riadhesohen nga Mbretëria e Bashkuar vetëm për përfitime politike të brendshme. Për të justifikuar një valë të rekt të kthimeve familjare, 700 familje në një vend me 67 milion banor, një përshpërim statistikore e fryrë me një siren politike, e sjell këtu këtë situatë jo për të ankuar, jo për të dramatizuar e jo më për të angatruar BE me të divorcuarën aq të hidhur, por pikërisht sepse është ky lloj refleksi politik që Europa duhet i rezistojë, nëse do të mbetet besnike vetes dhe t'ia dalë në një botë që po ndryshon në mënyrë dramatike. Kur një ministër evropian edhe pas Brexit, që edhe mund ta kuptojmë se ka trauma atje, të veçojë një bashkësi të vogël për të fituar politikisht ka diçka shumë të rëndësishme. Frika flet më fort se sa faktet. Stereotipet udhtojnë ende më shpejt se sa e vërteta dhe demagogjia ende vijon të gjejë audiencë të madhe. Rama përshëndeti studentët e Kolegjit të Europës, që ka mirëpritur këtë vit brezin e 2 të studentëve. Ai foli gjatë për gjitha pengesat dhe sfidat që vendet kandidate si Shqipëria janë përballur drejt rrugës së anëtarësimit. Për gjitha kjo nuk e zbes sipas tij vendosmërinë për të bërë pjesë e kësaj familjeje. Në vitin e 2, Kolegji i Europës në Tiranë ka pranuar 40 studentë me 24 komësi të ndryshme, ku vetëm 1/4 e tyre vijnë nga Ballkani dhe të tjerët nga vendet e Bashkimit Evropian. Flasim tani për motin i cili ka krijuar probleme jo të vogla nga veriu në jug të vendit. Shirat e orëve të fundit kanë përkestuar dhe më tej situatën në Fier dhe Vlorë. Niveli i vjostës te ura e mifolit ka arritur kuoton 8.2 metra. Nëse prurjet vijojnë me të njëjtin intensitet, rrezikohen nga përmbytjet të tjera banesa dhe toka bujqësore pranë lumit. Rreshtet masive që ranë gjatë natës së kaluar kanë shkaktuar probleme edhe në qarkun e Korçës. Në fshatin Progror të Devollit, një grua e moshuar rezulton e zhdukur. Ka nisur operacionet e kërkim shpëtimit
Bëhet fjalë për një person në moshë me problematika të shëndetit mendor. Çarja e argjinaturës së lumit Dunavec ka shkaktuar përmbytje në disa sipërfaqe të mëdha të tokave bujësore në bashkinë e Maliqit. Situata është tepër shqetësuese. Prurjet e këtyre 24 orëve të fundit dhe rreshtet e rena janë maksimale. Kemi toka të përmbytura rreth 200-250 hektar tokë. Autoritetet kanë evakuar banorët dhe gjënë gjallë ndërsa ka mungesa të energjisë elektrike. Në fshatin Romain të Pogradecit, banorët e një familje lanë shtëpi në mes të natës për shkak të rritjes së nivelit të ujit. Në Lezhë është mbyllur pas 48 orësh argjinatura e çarë në lagunën e Kunevajinit, që përmbyti banesa e 100 hektar toka bujësore. Nga situata më vështirë që ne kemi kaluar në Lezhë, tani është mbyll procesi i bërjes digës së re dhe normalisht rreziku ka ikur. Në Berat, prurjet e Osumit vijojnë me intensitet të lartë, ku tek ura e varur niveli ka shënuar 4.35 metër. Në qytet po punohet për largimin e ujit që ka përmbytur rrugët dhe bizneset. Në fshatin Hing, uji ka mbuluar sipërfaqe të konsiderueshme me plantacione agrumesh. Edhe në Dimal situata paraqitet problematike për shkak të daljes së lumit nga shtrati. Efektivet e forcave të armatosura kanë evakuar banorët. Në Gjirokastër ka probleme me qarkullimin si pasojë e rënjes së inerteve në rrugë. Nga Gjirokastra pas mbledhjes me Komitetin e Emergjencave Civile pas ditën e së premtes, Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu tha se rreziku ende nuk ka kaluar. Gjendemi në një front meteorologjik të tretë. Ai kemi pasur dhe disa dukuri, rrëshqitje masive, qoftë rrugëve dytësore, rrugëve të fshatrave. Në këtë qark më problematike për shkak të rënies së inerteve, situata është në aksin Kardhiq-Delvin. Një aksident i rënd me një viktim ka ndodhur në mbrëmjen e sotme në rrugën e Kombit në afërsi të fshatit Qafmoll të mirëditës. Në aksident u përfshin 2 kamion dhe një autovetur. Pas përplasjes, autovetura ka dalë jashtë rrugës dhe si pasojë ka humbur jetën drejtuesi i saj, 24 vjeçari Eugen Bardhoku. Policia shoqëroi në komisariat drejtuesin e njërit prej kamionëve, ndërkohë që aksidenti u bë shkak për bllokimin e rrugës për disa minuta, duke krijuar rradhë të gjata makinash. Presidenti Amerikan Trump thot se Zelenski duhet të miratojë planin e paqes që Washingtoni ka paraqitur Kievit dhe Moskës, duke folur në zyrën ovale pas një takimi me kryetarin e Bashkisë së New Yorkut Zoran Mamdani. Ai tha se plani synon të jap fund vrasjes së mira ushtarëve në vijën e frontit. Ndërkohë presidenti rus Putin pranon se Moska ka marrë propozimin amerikan për paqen dhe se plani mund të jetë baza e një zgjidhje paqësore të konfliktit. Nga ana tjetër, presidenti Zelenski u zotua të punojë me Shtetet e Bashkuara për planin e paqes, por tha se nuk do ta tradhtonte interesin kombëtar. Ai u bëri thirrje ukrainasve të qëndrojnë të bashkuar në atë që përshkroi si një nga momentet më të vështira të historisë vendit. Plani me 28 pika i publikuar parashikon që Ukraina të heqë dorë nga territoret e pushtuara deri tani nga Rusia dhe të përgjysmojë ushtrinë. Dhuroi spektakël dhe emocione të shumta edhe nata e dytë gjysmëfinale e festivalit Kënga Magjike, teksa në skenë u ngjitën 24 artistë në kategorinë Big dhe New. Nesër mbahet nata finale e cila do të transmetohet këtu në televizionin Klan. Një tjetër mbrëmje e bukur ishte nata e dytë gjysmëfinale e festivalit Kënga Magjike në drejtimin e producentit dhe moderatorit Ardit Gjebreja dhe vajzës së tij, Ana Gjebreja, që është shëritur me magjinë e këtij festivali. 24 artistë u ngjitën në skenë, mes të cilëve 14 në kategorinë Big dhe 10 në kategorinë New, duke i dhuruar publikut nga salla dhe aty nga ekrani i televizionit Klan një spektakël të muzikës së vërtet.
Edicioni 25 i Këngës Magjike shënoi vitin e rikthimeve të emrave të mirënjohur të cilët emocionuan me interpretimet e tyre. Me thënë drejtën, shumë emocion, sepse normalisht ti ke bërë historinë tënde, por në tjetër kohë është një festival që ballafaqon brezat. Nuk ka rëndësi vitet, se sa vite ke që del në skenë, emocioni të ndjek gjithkohën. Është kënduar nga forca e zemrës dhe e mushkrive, kështu që për maman do e bëja gjithmonë të sakrificë. Por skena e Këngës Magjike jahoi edhe nga zërat potente të gjeneratës së re të artistëve që performuan në kategorinë Big. Publiku ishte shumë i ngrohtë dhe gjithashtu edhe atmosfera këtu në backstage më bëri akoma më rehat performancën time. Naqa pafund, publiku ishte shumë i mirë. Kënga e pamëshirshme është një forcë për çdo person që e dëgjon. Dhe unë këtë doja të përcjellja. Shumë artistë të rinj të talentuar surprizuan jurinë prej 5 antarësh me performancat e tyre dinjitoze. Kem në krah një partner si Salvatore për këtë duet, është mbeso një nga ndjesitë më të bukura. Është hera e parë për mua në Këngën Magjike. Është një eksperiencë shumë e bukur. Këtë skenë duhet ta provojë çdo artist. Është një skenë kogja magjike. Emocionet i te kalova me fuqinë që ma dha publika. Edhe në këtë natë nuk munguan surprizat, ashtu siç është bërë tradit. Një moment special ishte prezenca në sallë e 2 producentëve të mirënjohur nga New Yorku. Good evening, Mr. Duck. Good evening, Pat. Welcome. Welcome in Albania. Ana Gjebrea tregoi edhe një herë se diti bëj shumë mirë të dyja, edhe moderimin, por edhe këngën që ajo aq shumë e do, duke sjellë për publikun një performancë fantastike të këngëve Let You Go dhe Monster. Por rrugëtimi i këtij edicioni nuk përfundon këtu, pasi të shtunën do të prekim ethet e finales së madhe, që premton shumë emocione, një garë të fortë dhe shumë surpriza. Be Magic dhe Pachim! Banka Kombëtare Tregtare, institucioni financiar më i madh në vend, ka festuar në mbrëmjen e së njëjtës 100 vjetorin e themelimit. Një aktivitet i veçantë u zhvillua në Teatrin e Operës dhe Baletit. Banka Kombëtare Tregtare, institucioni financiar më i madh në vend, kremtoi 100 vjetorin e rrënjve të saj me një mbrëmje gala, organizuar në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit. Ceremonia mblodhi personalitetet të larta të shtetit, drejtues të aksionarit të vetëm Çalik Holding, drejtues të institucioneve financiare, partner vendas dhe ndërkombëtar, trupën diplomatike, sipërmarrës, klient dhe bashkëpunëtor të bankës. Që nga themelet e Bankës Kombëtare të Shqipërisë, e themeluar në vitin 1925, sot ekzistojnë 2 institucione të mëdha financiare, Banka e Shqipërisë si banka qendrore dhe BKT si banka më e madhe tregtare, me rreth 25% pjesë tregu në Shqipëri dhe 15% në Kosovë. Banka Kombëtare Tregtare ka udhëhequr jetën ekonomike të Shqipërisë dhe është zhndëruar në një simbol të zhvillimit, besimit dhe stabilitetit. Sot BKT po lidh 100 vitet e historisë me inovacionin digjital, duke vendosur në qendër qëndrueshmërinë dhe kontributin në komunitet. I pranishëm në ceremoni, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Sejko tha se një nga kontributet më të vlerësuara të BKT-s është edhe puna e saj në përfshirjen financiare. Zgjerimi i aksesit të bankës në shërbime, besueshmëria në komunitet dhe edukimi i klientëve për përdorimin e instrumenteve bankare moderne. BKT është banka më e madhe në Shqipëri me një total aktivi prej rreth 7 miliard dollar në baza të konsoliduara grupi bankar. Në fund të dhjetorit 2024, BKT është vlerësuar ndër vite me çmime të ndryshme prestigjose si banka më e mirë në Shqipëri nga institucione të mirënjohura në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Këtu përfunduam, zonja dhe zotërinj, ju faleminderit për vëmendjen. Natëlidhje.